Sot në këtë epizod do të kemi nderin të bisedojmë me Brahim Doçi Osaj, një prej veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili do të na sjellë kujtimet e tij të ndjera nga vijat e frontit. Ai ka qenë në mesin e atyre që kanë përjetuar nga afër sfidat, humbjet dhe lidhjet e forta me bashkëluftëtarët gjatë ditëve më të errta të luftës. Intervista që do të ndiqni në vazhdim nuk është një intervistë e thjeshtë, por një dëshmi e gjallë e historisë dhe dhimbjes që s'duhet harruar asnjëherë. Pra, unë kam nderin që sot do të bashkëbisedojmë për atë periudhë të vështirë të luftës me veteranin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Brahim Doçi Osaj. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Faleminderit që je këtu fillimisht. Kisha dashur me nis të pyet ndoshta për momentet e para që e keni marrë atë thirrjen të bashkoheni me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Nga ju erdhe, se ju erdhe, si e nisët, cilat ishin ato hapat e parë drejt asaj rruge? Hapat e parë ishin që une e dëshirojsha dhe kisha vullnetin që Kosova ta pitoj lirinë të çlirohet. Mos jem të kupun për armikut, për dhunës tyne që u shkakta ke çdo herë në kombin shqiptar, popullin tonë, u inkuadrova në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës në Zot të Dukagjinit. Aty ja fillova. Pra, e kujton ditën kur e ke vesh uniformën për herë të parë? Kisha kontribu edhe para uniforme, para se me vesh uniformën, unë i kontribojsha edhe para lufte çlirimit. Disa herë kisha pas zenka me milicin kriminalit Slobodan Miloševićit. Kisha qenë një periudhë dhe në burg, por prape vazhdojsha. Kisha vullnet mirë dhe moral të mirë për më vazhdu edhe ma tutje. Dhe kur Ushtria Çlirimtare e Kosovës e Dukagjinit dul haptas, unë inkuadrova. Në rregull. Në cilën brigadë ke fillu? Edhe kush ka qenë komandant të brigadës? Kam fillu në brigadën 131, Jusuf Gërvalla. Komandanti i brigadës ishte Daud Haradinaj, generali Sotem. Kurse Ramushi ishte komandanti i Zodit, i zonës operative për krejt Dukagjin. Po. Tash, me disa prej rrëfimeve të mëhershme, unë kam dëgjuar që ju keni edhe kujtime më të afërta me dëshmorin Shkelzen Haradinaj, në fakt. A na kujtoni pak kohën që e keni kaluar me ta edhe? Po, a ishte zëvend komandanti i Dukagjinit. Ramushi ishte kryesori. A ishte një njeri që e çmojke çdo çlirimtar. Nuk ishte madhësi, kishte tipare, atletare, patriotike, ishte një luftëtar i rrallë, e çmojke shumë luftën, e çmojke shumë çlirimin, paqen, dhe s'kurse i ka asgjë nuk kurse i ka. Unë me të kisha ndigju, për të kisha njoftë edhe para lufte, por jo në luftë. Në luftë kisha raste me njoftë të nga bisedoja me të, po. Dhe e kom di me vesh fjale ati e parë ka qenë ta, unë nuk ndahna nga lufta kur derisa të vdes. Nuk i ndahna luftës. Aq vullnet? Kishte vullnet madhështoraj. Kishte vullnet edhe kishte moral të fortë, por dinte edhe kishte strategjia, dinte të luftonte. A keni qenë bashkë pjesëmarrës në ndonjë nga betejat që e mani mend apo? Po, në disa beteja kum qenë, por një rast unë e përdosha artillerinë e rondë, përdosha armi, nga njëherë edhe pushke edhe kalash, nga njëherë ndrejsha me shokë, japsha pushken, ma epke një ma gjunë si fija i kalashin. Një rast unë e dola në pik vetëm, e mora armen që e posedojsha, dhe nuk e kisha shkelzenin afër, pa i shkon të më këshyrë në larkësi. Dhe unë e shkova bona një përqendrim i stikamën. Nuk kisha ashav, po kisha një teslicë këtu në brez. Me teslicë? Po, dhe uniformen e kisha të veshne, nuk është i ka jo. Dhe unë e gjeta një pozicion, një pikë të mirë strategjike për me përqendruar, me ishte artilleri e rondë, dhe ja bona me teslicë. Istikomin dhe e grafirova 100% në regull.
që shto ka fort aty, kur është rafsh, atësaj duke mja bo pjertas istikomi. Dhe me grafiru mirë për me konë gjenje, me pas efekt, me godit. Ati kish pa pëlqy puna ime që e kreva shumë mirë atë punë, dhe po vjen veti treti, ishte me rifat që të bone, tha, Brahim Deçani më quj ka i mu. Po. Tha, me pëlqej kjo që grafirove ka që bukur, tha, mina hesin, tha, ishtë një predh kinez aty. Tha, kam dëshirë, tha, që të gjujun, tha, shqurë në që ku ki, tha, shazër e ki. Dhe a i murë është një predhen kinese. Dhe goditi cakun. Një predh, por kishte efekt. Goditi cakun kër ishin armiqët. A i rast ishte i pari që kisha kontakt me të gjatë luftës. Po. Kishte rast edhe në betejë që këm pas me të luftojmë armikun, po aty ishin 10 vetë. A ishte rast tjetër. Kishte rast që e shisha në beteja, që një rast, unë në këm ditë që vjenaj, isha dalë 6 orë një pikë. Dhe ato 6 orë unë isha në beshgim. Dhe gjdo herë kur kom gjujt, kur disha kur është armikë, unë nuk kom gjujt qorras dishka, por gjdo herë kom beshgu mirë dhe gjdo herë armën e kom pas në thumbë, nuk kom gjujt pa pas në thumbë. Jo, vetëm ta drejtoj armën ka armiku dhe mos ta kom në shënjestër. E ke pas gjithmonë shënjestër? Çdo herë kom pas në shënjestër dhe nëse u duke me qenë shtrim më ushtrisha, nëse u duke i përkullun, unë u përkullsha, nëse u duke pozicion kom, qëndrëshën e kam për aty, unë e godita 3-4 herë dhe pas një kohë të shkurtër, ishin kun kam veshgojnë edhe mu me armiqët. Dhe të im gjujt po me armë shurdhuse. Edhe ata më kishin pa gjujt disa herë, po kur e vërtetova, se nuk u një krizma aty, nuk e kisha armë, po arma jame nuk ishë shurdhuse, një krizma kur gjujsa. Dhe ku e vërtetova, më shkaj plumi snajper e shurdhuse, ka veshë, edhe me hyni atër e dita që po më gjujnë. Po unë gjithë herë kam qeni levitëshëm, nuk rrisha në një vend. Dhe shkova, u largova në 150 metra drejt, dhe aty ishin armiqë. Dishan ku jonë armiqë, mi pa nuk isha, po në atë moment kur shkova, ish kanali që në ndajke dhe ishte një shtallë aty. Kanali është pas këmojnë e licen. Unë e mora një përqendrim në kombe, zbulova një armik që ishte hypë në atë shtallën, i kishte hek pjegullat, qërëmindit, pjegullat. Dhe kishte dalë me kry të i vëzhguë. Po fati nuk e kishte këthim nga unë drejt, po ishte ty shiqu ka liceni. Dhe unë në kampë, qëndrova kisha një kalasht një shokët atë ditë, ma gjënë si fisë. Dhe shtina në thumbë, se pari në unas që ka pushka automatike kalasht kines, kishtë efekte mirë. Pastaj shtina në thumbë, të parë nga të unazët e rrethi dhe në të parin. Shtina mirë në thumbë dhe e qëllova, godita ata, a i ra. Po aty poshtë, kishtë ta i shokë, ata kriminella që ishin. Shumë poshtë ata zbulun që e një krizme që godita unë. Dhe ata unë u largova. U largova nga i vend, ta përsëri shkova në 150 metra largë. Dhe shkëllxeni i që ishin grupat zhela, ishë kanjarë, sa ata me gjujtën mu, ata rrashin atër kërë godita unë, ata gjujshin, ata në atë banë ku isha. Unë në breg kanalit me mërtajat krahit dhe me Golinjova, Rafale. Po unë e vishë që kisha krypun, po isha largu, po shkëllxeni kishtë ardhë me një ekip. 5 veti 6, dhe kishtë hapë zherë dhe gjyke ata armistë aty si ishin. Unë isha largë dhe ishi qajsha. Kishtë një rast që nga dhënim në që ka ishim, nuk pësum humbje, as plagosje. Dhe pas disa ditësh, Ramushi japi urën që i kishë veshgust, brigada një treni kishë veshgust dhe kishin zbëlu që ju kanë vinë armiqët me tanke, me autoblinda, me komisërije, afër tyne. Dhe veshgust të kishin lajmër Ramushin, informuë. Ramushi ka qenë komandant që zbatëshin urnat edhe
komandanti që për shembull Abdyl Mushkola që kish gardin, një Shqiponja të Zeza ish Togeri, Idris Balaj, edhe i brigadës ish Dauti, dhe ata meniherë e zbateshin që ka ju the Karamushi, po Karamushi nuk ka qenë komandant që rrinë, që e purën e vetë rri. Ata për ata ai ka luftu i pare. Për ata të ishin ushtria dhe e qëmojshin shumë. Qka i the Karamushi, më në të spreqin kishin vullnetë moral të fort, më njëherë, shka ishin pikat i ku u duke. Dhe ata ishin anis, Abdyl Mushkola, Dauti me brigadë një treni, unë i përkitësha brigadës një treni, Abdyli me gardë, edhe Idris Bale me Shqiponja të Zeza ishin dalë pikat i ku e kishin spuluar amikën si pabike. Ta ishin papamë. Unë isha i brigadës një treni, edhe unë shkolla, dhe ata ja fillun. Abdyli kishë ushtarë të ri garden, për i kishtë kalit mirë. Ka qenë Abdyli një komandant shumë i shkëlqyshëm, edhe moralin i shkëlqyshëm. Ka qenë bile një ushtarë i Abdylit, Valdet Mulaj, ka qenë i pathyshëm, luftetar mirë, së cili gardist, ka qenë i shkëlqyshëm. Moral mirë, vullnetin i mirë, s'kurseshin gjerë, s'kurseshin ata, gjithë hergjyshin në armiq. Ashtu edhe brigada një treni, ishin afër ty në Shqiponja të Zeza, Ramushi mo, a ishte i pari aty. Lider, tamam. Asë njëra i nuk ka najt, a i ka pas. A i ka qenë ma shumë si komandant. E dojshin ushtëria dhe ka pas t'i parë për prirje, për me qëtjeruat dhem, me luftue armikun shumë ma shumë. A i rritë ke luften, a i rritë ke moralin ushtërisë. Kishin vullnet më të madh, kishin gëzim me zbatuar që ka të Karamushi. Dhe unë atë ditë shkova më armën që e posedojsha. Por në ala në lugë, në 250 metra isha mas tyne. Dhe u gëzesha, kër nisha ata të i luftu armikun, i nisha rafalet, ma shumë, ma atake. Lufta shkej këtu rritë, realizime të rritë. Dhe unë e mora gëzim vullnet, kër i nisha të i luftu, gëzesha. Se disha që paralizojnë, ata më sheshen për krizma të një nisha që përliptojnë ata. Dhe unë i gjuta disa prella. Edhe ato prella që këshin reflektojshin, fluturojshin bita, i shishin ata, që po godisu në cakun, se mua vit ma afur, shkeshin për të cakut prella, kështu bishin në cak të armiku, pikë. Dhe ata kër kishin pa prella që pjegjuhin, ishin gëzue, rritë, disponimi lufteshin në ma shumë. Edhe unë i gjujsha prella, kisha vullnet mirë, isha shumë i kalitun për armën që posedojsha. Kisha refleks, kisha vullnet, dhe lufta vazhdoj edhe ma shumë. Atë ditë, ishte të gëzu edhe Ramushi që kishin bërë luft pastruë, ripastrim, riluft, kishin kur sukses, gjithë. Dhe pas ju krye, kënajshin ushtarë që ishin gëzu për sukses që kishin korë, aty ishte edhe Shkelzeni. Pa aty ku i Shkelzeni aty, ishte ushtëria pa në poshtë. Ka qenë i shkëlqyer si Gjenim, a i shkëlqek. Sin shoqëri, sin biseda, sin lufta, a i shkëlqek. Kanë qenë të gjithë vllazën të Haradinaj luftetar dhe strategat shkëlqyshëm, por Shkelzeni ka qenë i veçantë. Lavdipër, dëshmorin tonë, po e tregon me shumë emocion, krejt. Po, Çka po du me të pyet është nga realisht e keni marrë gjithat vullnetet dhe gjithat motive dhe se edhe sot pas shumë vitesh po emocionohesh kur po flet dhe po e thu me gëzim kur i keni përjetuar ato fitoret edhe kur i ke dëgjuar ato krismat që po bëhet luftë. A ka qenë kaq e zjarrt? Ajo ka qenë ma shumë si më ndëgjuj kong për shtirimin e Kosovës, se ki vullnet më ndëgju kur ndishe krizën atë i shisha ata luftetarë që s'kursejsh. Po, kanë qenë edhe kohë të vështira. Po. A keni për te i fitoreve, a keni pas edhe humbje? Po. Do të thonë, a i mban mend ndoshta shok që i keni humbë gjatë luftime ose? Kanë qenë raste, një rast ishtë brigada rreshtu me një trenishi,
u duke më shku në Pozhar në ora 12 natës me marrë ndrimin, se rryshin para njeve 5 dhe duke më shku 5 vullnetarë dhe në ora 6 mëngjesit. Shkëlqeni ishte para brigade, tha na duhen 5 vullnetarë, unë i qova gisht i pari. Edhe 4 vetë qunë, u bom një skuadrë. Skuadrë e shkëlqyshme. Ishte një astritin nga shapje i gjallë, 2 metra i pasha. A ishte luftetari i fort, edhe ishte edhe fizikisht i fort, shkuna. E murëm ndrimin në ora 12, 100% e disha që do të bitë lufta. Kisha Ndjenjen. ndjenjen. Por kisha gëzim, kur më përdor, mbi natyror, më përdor kisha vullnet me mja fillu lufta. Dhe na ishim në Gaxhovin aty, afër rruga Pozhar që drejt Luk, Deqen. Na u afruan armiqt, na 100 metra afër, edhe për na provokojnë, pjedhezin dritën një bander. Ata shok tonë trima, thonë, dojnë më shku, thash jo, se disha që janë më shtrim, 3 kityne për më shku në aty dhe ata në pozicion ju më na hek. Kisha përvojën, shumë, nuk i lesh as luftetar me humbë. Me ra në kurse. Më dëgjeshin. Aja striti trim, veç dojmë, thash, bjevralla. Dhe na nuk shkum aty, disha une si diçka do të ndodhë. Dhe ish bonjata, ish tërë ora 2 parafërsisht. Na delshim beshgajshim, rishë ish ptoft, acarë. Rishim mrenda në Gaxhovinit, kishim dhezë një qenë, po jo kushije drita, mrenda fellë. Dhe gjdo 5 minuta ju thash aty një të 4, unë i 5 me ta, dele veshgani, runi, japni veshgani mës, zbulani. Lëvizje që po lëvizje, por nuk i lesha vetë, ma delsha dhoni. Edhe ju thesha nga njëherë kur njërtni, mos rrini 5 minuta, po e anima për para, 3 minuta, dalë, bojmë ndrinë. Tjetëri, po. Delsha dhonë veshgësha, bile nga njëherë, gjujsa nga një gjujtje, po jo shumë. Veshgësha dhe gjujsa në drejtim të armiqve, se disha parafërsisht ku mundën me qenë. Pas ka ora 2:30, unë ju thash ka do të ndodhë lajmëroni, edhe ju thash pushtat e kishin kallasha, unë automatik kinezun e kisha i pushk lajtshe. Hazër, kisha të raportume, edhe ju thash qitni në rafal në armit kallashat, që ka do të ndodhë, unë ju lajmëroj edhe me njëherë me hapë zjarë. Ishin shumë dëgjushëm, ata kishin, edhe ata e dishin që, ose që shë gjenja, krejtë. Po nuk kishim panik, s'kishim prit, veç guxim kishim. Shkoj këtu na vrit guximi. Pasi dul një shok aty për sa u bën në 2 minuta, a i kish pa veshgu zbuluve. Nuk në erdhen rrugës drejt, po në erdhen ka luka ult, luka poshtër, rana ta 10. Në vafru në afer, dhe pa mjenaj, që ishtë i veshgu, tha, Bas Abrahim, tha, në kanë afru armeq, thash, s'ka derë, thash. Do t'ju jepim që ka duhet. Një më dalë unë i pari, pushke ndorë, edhe si kum pa, jam hedhë, si shankom, jam hedhë në pozicion pushke në kështu e marsha në kanal. Kum në një pozicion të mirë, dhe si më ra, kum gjujë 2-3 herë një, kum pa si rapor. Në ato moment ata hazër kishin kalashat. Një ndali kanë hapë zjarë rafal në ta. Ljup balore, 10 metra në fërsi. Tonë kanë rata. Pa ata u habitën të më gjujtë mu, se unë gjujtë kaj pari, dhe ishtë nata tërë edhe u shihet zjarë kur du nga pushka, ata më gjujtën mume. Po unë ti e për ullë, edhe... Unë mbrojt a mirë aty, ata plumat disa prekshin në rrugë, në asfalt u gjujshin. Disa bishin nga Gaxhovine, së më kapshin mume. Po në interval ata dulen, ata të 4. Me njëherë në rafalën ta. Edhe desa i këthyn ata armet, prej aty në me gjujtë, që gjujshin rafalë këta shlimtarë në krye Maastrichtin 4. Shumica për ty në veç që kishin kapë, plumat të ushtrisë shlimtarë, 4 persona që ishin Maastrichtin mrenda që dulen jashtë nga Gaxhovina. Balë për balë. A që afer? Po, toni kanë ljonë bistre që aty.
por një në ka plagosa striti. Ai i plagosën edhe i brau 2 a 3. Edhe që ish i plagosën. Kështu është kjo rast. Çfarë morali e çfarë motivi? Shumë të fort. Realisht, jo pa imagjinoj. Shumë të fort. Kur po Ajo ka qenë luftë ballore. 10 metra përsi. kur po më tregon për gjithë këtë morale dhe këtë vullnet, po duhet të pyet se e dim që ushtria çlirimtare nuk ka luftuar edhe në kushtet më të mira. Sa ka qenë e vështirë, sa keni qenë furnizum me ushqime, me gjona, sa keni qenë fort në kuptimin Ushqimi janë ka qenë jo vitaminoz, sa mos më konë umbë. veç aq. Po, se une isha nga herë edhe kudestari që isha më hungër bukë në mes aty. Nuk kërsesim ata që kishim përbashkët. Ushqimi janë nuk o krahasu me të servisë. Dhe kanë pasë qita. Armatimi jonë ka qenë një efekt që mi mirë teknik kines, i mirë, por ata kanë bajt me kamiona. Ta kanë pasë për stepri prella. Këtu s'ka Gjitha pas sasi, kalibrat. normalisht. Kanë pasë mina herë sa gjitha kalibra. Ne kishim prella disa nuk dhajsin, se ka kishim pru për Shqipëria, ishin lagë, në rishkë. E shtishën në cevë nuk u aktivizajke. Edhe tu e dit këto, tu e dit forcën e armikut, që realisht e the ka pas super armatim, ju prap keni vazhdu Edhe ma keni shumë. hek dorë. Po, fati ishtë njënën tonë, fati i shkëlqyshëm, morali ishtë ma i shkëlqyshëm. Pikrisht, është puna e Primëria moralit. guximit, se na kishim drejt lufte. Po, po. Ata kriminalat e Slobodan Budallovicit s'kishin drejt, po asë nesëm poshtëshim. Na ishim ma guximtar me 100 herë ma shumë. Paca Brahim, po e kom dëgju një histori që më ka bo shumë për shtypje jotja, po du me të pyet nëse mundesh me na i tregu edhe një herë. Është një rast që ju jeni nda prej pjesëtarëve të UÇK-s, edhe keni mbet i vetëm në një shtëpi ku pastaj kanë ardhur paramilitarët serb aty. Po. A më tregon si ka ndodhur gjithë ngjarja edhe si ja keni dalë me dalë i gjallë prej aty? Kjo ma shumë patim ka parapri edhe vëzhgimi, pa fajsia ime. Une ajo ka ndodhur në Rashiq. Aty ishin të stacionium paramilitar, militar, njësi speciale, me pancir, ishin me tank, plot kishtë. Do më thonë kanë qenë tamam special sa. Njësi speciale, milic, paramilitar, militar, ushtar, aty ki pas gjitha. Aty ki pas tank, kamion, aty ki pas masakrus, pa më sheshe, se cili maj ketë si tjetëri. Qysh ka ndodhë rasti? Qysh mbete vetë në atë shtëpi edhe qysh mbjetove? Rasti ka qenë se une do isha më shkue, kisha nisi, dojnë me hi forcat edhe Katurjaka, se vjeç kishin kalu e këta ushtëria me të plagosën. Dhe une të shku rrugës, une hasën ta, se kalqin ata, ta në ondë. Dhe une nuk më shandëm me depërtu pa më kapa ta. E vetë mja shancë ishte, se unë i shisha, ata më unë këmë shishin, unë ishte tërësisht i papam. Dhe unë e vetë mja shancë ishte me hypë, unë në të shpi ku jonë ata. Do me thonë, ke qëndru në të njëjtën shpi, në tavan të shpis? Po, sa ata freshin poshtë, unë së më shumë najtë me ta aty. Normal. Por unë kur kom hinë atë shtëpi, ata disa i konjash, disa mranë, dhe unë e kom arrit me hi pampa ata. Unë i shish ata mirë, ata ishin shumë, shumë ishin, por unë bezgësha mirë. Edhe ka rast që kalesha për tyne, po jo me panik, jam u... E që ato do është ta me të pytë, a se ke pas nëj moment, nëj frikë që mos po kapësh ose diçka? Jo, unë kom bezgu mirë, se unë kom kryu edhe shërbimin ushtarak. Edhe para shërbimit ushtarak ju marrë me... Ke qeni përgaditun për shumë i përgaditun kom qenë, me njohin mirë sa aftësit e mija disa kom qenë, edhe shumë i shpejt. I shpejt, godzimin, qëtër kom qenë i qetë në shusni dhe kuda nuk jam agresiv, seriosisht, me njohin qetë njerëzit. Jam të leru si mirë, jam njeri i qetë, por kur është me luftu armikun, zdi me pas prik. Qysh ja dola? Ja dola
Veshgojsha dhe ishë qëllimi imi mirë, isha i papam, që kam bike përdore bëjsha, dhe une hypa në atë atje. Hypa se më kishëra shumë ditë lupte dhe pa shku aty. Dhe arrita me hypë në altë, së nuk më mbrejtën atë afare. Dhe flejta në gjumë në natë aty në altë. Ja mora jargonat ku flejshin ata, se ishin 10-15 jargona, së ngjera, jastake. Që aty hina ja mora, une i bëjsh ato në shpejtësi, nuk... Unë shaku. Ke shfrytëzu momentet, caktume? Po, gjithëm i shfrytëzojshë momentet. Dhe hypa në altë aty, aqë shumë, dëshira ma madhe e emja isha me flejnë gjumë, se më kishë ardhë, s'musha mu me. Po, i lodhëm për i luftimeve të ma hershme. Edhe hinë atyre flejnë të uqlodha, ka ora 5 e mëngjesit. Shkon tanki avër aty. Pidhesin ata, tanki thash, i gëzëm mëjnë ku jam. Apo do tank, apo do në kamion, autoblinda, si plot. Në mesin e ty? Po, e pisha dohone, atër kisha do cigarë, Monte Carlo shkrepzin. Dhe i za cigarës aty. Edhe si pisha shpecët të isha po mësosën. Merke etja, desha veshgajsha. Në i rast kur me apë keme bon hajsan njërë papa me bëjsha dhone. Sa kohë ke qëndru? 3 ditë e 3 net aty. 3 ditë e 3 net ke qëndru në tavanin e shpis ku ka Po, pasër? edhe zbrit qa poshtë. Plus ke zbrit poshtë? Po, e dina ta mirë, se nashta një për tyne o gjallë që unë jevë ku marrujt 2 herash. Edhe i kumë bërë disa gjera aty që më thanë këtu rëzik më najtë. Diku jenë koniket apër aty, edhe si kishë shumë aty. Do me thonë, ata veç kanë dyshu që ka dikush që po hene po del? Dyshu kanë, po jëmë më pa. Po Se një mërshawujt, ata ishin, a besën të si, për ja thonë për tjetë 1 metrë në afërsia ku marrujt unë. Pa të vrejt? Po, pa mbrejtje, se unë herë afer shtëpis, herë afer murit, herë ullësha, herë në shpejtësi, ja kapsha. U javit qa afer ja mërshawujt. Që ata ishin shumë aty, po unë ju javit qa, ka që aty ku kanë ujt e mërshawujt, edhe shkajsh aty. Po për ushqimet, që shja ke po? Për ushqimet shkajsha mërsha, ishi priz aty mushën me sugjuk. Kish familjar që kishin një. Dhe unë e qelë shafrizin e pava si ka sugjuk, aty ishi lidhun, me pena, kërët. Dhe unë e zgjedhësha, e mishtrisha sugjukin gjep, këtu ishi thatë, në 2 gjepat. Edhe përsëri e lidhësha, dhe esin se këqyrshin ata. E këqyrshin, po unë e lejsha apet lidhë, po, edhe e nëjsha kapakin dhe shkejsha në altë. Pastaj kur me merke jetja shumë, apet shkejsha mërsha ujtë, atër ka 4 kg, 5 jam mesha me bure. Në afërsi, i lesha dhe pa uj ata. Sërizisht kështu ka qenë, e din gjithë. Po, përveç kësaj gjatë kohës, sa ke qëndru të ajo shtëpia, fatkeqësisht je përballur dhe me momente të vështira. Po. E di që ke qenë dëshmitari disa ngjarjeve që nashta edhe s'ki qef me kujtu për momentin. Po. Aty... Çka ndodhe? Çka ndodhe ato ditë? Ato ditë, ato 3 ditë e netë, ndodhe dytën e ditë kër isha unë aty, i zonë një familje. Komplet gati ajo familje, i zonë i zbulunë se ku jonë. Dhe ata ishin të pafajshëm. Po këta kriminella qaq ishin të pamëshirshëm, sa i masakrun. Aty ndodhe keq që brit ma të pandëgjushme. Ata ishin popullat, familje, pafajshme. Dhe ata i masakrun ata, gjithë. Edhe ti ke qenë aty dhe i ke dëgju gjithë? Gjitha. S'kanë që kemi msheva ata din që kanë bëvat krem aty. Ata kanë bëvat krem anti-njerëzor. Ato atë bëjnë beq njerëz e ligë, njerëz që s'kanë më shirë, katila. Të kanë qenë armiq anti-njerëzor, katila. Pa më shirëshëm, s'kanë pas fare më shirë. Realisht nuk po muj me imaginu t'i kanë vendin tënë që i dëgjon në ato dhe në fakt në ato momente... Ka qenë momenti i vështirë sa harroj kur. Shumë momenti i vështirë për mu ka qenë. Është diçka që njerit do me harru, po... Nuk harrohen. S'harrohen. Gjëra që kanë ndodhur të vërteta. Fatkeqësisht.
A ka pas në i moment gjatë krejt kësaj kohë që nashta edhe e lodhë dhe ke dasht me hek dorë ose me u dorëzu ose? Jo, mu dorëzu, guxim e fortë që kisha çdo herë ka ndodhur që lodhje, po, ato vishin me javë, thoshin, luftra, kalimet lajshme, paqëmësia, uria nga njëherë, ato ishin që kur jam largu prej atyhit, kam shku në Trujak. Unë shkova për me pushu aty pak dit, një kohë, edhe aty hinë. Se e përmende Turjakën, po. është ju përveç betejave që i keni zhvillu, ju edhe keni ndihmu familje të shumta me i bo ato kalimet. Është edhe rasti i Serbeze Pashit, nëse mundesh me na tregu pak. Po. Ai rast ishte në Turjak, ai fshat ishte komunës Pejës, Lugët Baranit, atë këmë thonë që s'hin askush, se nuk ishte shumë shtëpi aty. Pa aty ishin edhe populatat mbledhën, 250 vetë, 3 më shumë pleq. Femit posa lindur dhe ishin të bu në një vend malë. Aty ushqeshin, aty fleshin, s'kishin edhe ushqime të sa duhet. Normal, po. Edhe ishin me najlone që aty bike shit, lagon, plus aja misti kishin afer, fati tyne që si kanë zbuluhe. Na sa mu ju apshin dimi, i vizitojshim, shkishim ka herë për mi avrit moralin e tëna. Unë i kisha dajet, u gëzeshin që më shifshin mu aty, edhe unë ata, po nuk u apsha në parazjave që mirë ma mirë. Po. Se kishë edhe në Turjak aty që kishin kontribu shtri qëllimtarët Kosovës, ish një Ibrahim Krasniqi, Gani Krasniqi, Syl Krasniqi, shumë, gjithë dajtë mi. Dhe ishin trima të bitë Kamerhim, se dhe babën e kanë pas trim, Kamerhima, Shaban Ademi, Daimi, trima të maja, ata kanë qenë njërstuar, shumë ekonomista, shumë punëtor, por rast që du përkom kanë qenë trima pa pam, Shaban Ademi, Lavina Sime dhe Kamerhima, ata kanë qenë njërës famshëm. Turjaka ka qenë be mirë se dhe gjatë luftës kanë marrë njërës, kanë flejt, ju kanë e pushime, kushdo që ka kalua sede, i kanë përqelë më ju të regu dhe fshatra tjera i kanë quë. Marali ka qenë i mirë, askur si ka ofendu, si ka ngutës. Kanë e bukë sa kanë mujtë. Ushtri qëllimtare, njerëzve kalimtare, kanë imu populasë, po dhe kanë luftuë. Kanë luftuë aty edhe një Lan Krasniqi, Ibrahim Krasniqi, gjithë ata kanë e kontribut gjatë luftës. Po dhe ato ditë që ishte Turjaka në rrathim që hinë forcat, paramilitare, kriminelët aty me makinerie, me Golinjova, me artilleri tronë gjyshin, mitraljojshin, me orë, të tera, unë isha aty. Fati shpetun, fati. Dhe Serbezi është vra aty. Serbezin, por edhe ajo ka abzjar, ajo ka shënu drejt në miqë. O konë 18 vjeqare e veshë në si mashkujt, flokte preme si mashkujt, se kanë ditë që e femër. Edhe ajo ka abzjarë në ta. Dhe baba i vetë isha ty agje. Ajo vra dhe pindia ta milet së thanë, mas i e vra në afru në tjertë. Po thojnë, këto ka femërës të ka mashkull. Po deri në atë moment nuk e kanë ditë? Jo, kanë mendu që e mashkull. Dhe ajo kështë e botë mirë është ishtë qëllimtarë Kosovës, ju kështë e një mund të plagosnive, ju kështë e pushqime. Mua, më mund të në ditë në reket, çdo ditë. E në atë fleshim të bashku aty në pyllë, që i rujshim edhe populatin. Dhe në një ditë pa vraj shpetova, ato la e motër, po të nesërmen ajo shkaj. Shkaj ma është vetin dhe veti para prej, vetë shkaj e para. Por edhe ajo ka hapë zjarë. Edhe ajo ka hapë zjarë, po ishte trimresh ajo. Me të vërtet ishte trimresh dhe ishte e dajkilin, patriotë. Zdi ke mu prigu heqë. Hiç t'i ke mu prigu. Njëuar pa vra, edhe zizjamin e nëj do ujtë, thëtë du me të qitë, thëtë tezak, unë e tezak i kisha, mila kërët. Edhe në qiti me ujë, me lava kretë, me epi shamponin e përshkirin e, su bo një orë vranë. Kur ardhë baba i vetë, tha, nuk u mërzita ju të regu i fortë, që kishtë dhe familjen aty motrat e vlaznit e. Tha s'ka mërzita,
liria kështupitohet. U të regu dhe baba i beti fort, edhin. Pa mu më kujtaj kësi shpëtova i ditë për para, ta vlam në sajet. Më qitë mi la kërët e ty kokën, flok. Ashtë që shëndodhe kështu. Po apetu sforcova. Dhe pas një kohë e murem natën, ato e popullatën, u largun prej aty, ato e varrasim në Rësuja. Ishte shimë bramja. Servesin, ajo ishte me përjarë nga Deqani, po është kumë në Baran. Serbeze i bërhysaj, po gashi, serbeze gashi. Dhe popullatën e dërgun një rahat, 4-5 orë kemë të thumë ta, afer stacionit milicisë një klicin, beton ata me atë popullat kaleshim, ishim në 10 ushtri shqiptarë Kosovë që sigurajshim. Sa ashtu kishim urdin mi zbajtu për Ramushit si popullat, zë të herë mi dalë ndim. Ka qenë urdri i Ramush Haradinaj? Po dhe une me shoki kemi dalë ndim, aty një kemi quë dhe në rëhat. Pashku në rëhat kemi ra në prit erën do kamiona, 4-5 kamiona makineri dhe kalun testes erën prej kazarës Prishtinës dhe shkun Kapeja. Dhe na unalëm aty. Unalëm na 15 minuta sa shkun ata. Nuk na panë ata, se bëshgajshina. Pastaj kalun rrugën, magistralen, dhe i qumë në fshatra rahat dhe i shpëndam në për disa familje. Aty na pritën mirë. Une pas i qova ata dajtë gjithë që ka ishin mellën prej fshatra, në rahat mu një njeri si njësha, unë isha civil, si isha në uniform, nuk falësha që e mushtarë, kishë lajlaj njerës, isha si njësha, por një u të regu korekt, ati tha ki ma artë unë, e tha, më hongër bukë gjitha dit në ora 12. Dhe a nuk vike me mu hiq, unë e hisha aty, në dhomen e ti, një fillova përshkaj e kish pasi grëtë ndeshme, qofë motër për mu gjitha hera ja. Sa është i shkaj, sa jo e qëllë ke dritarën aty, si ish kish kuzhinë dhe kish i dritarën, ma frejke ushqimin. Si në hotel ushqimin, me gjithat mirat, vitaminose, cilësor ushqim. Sunë që kisha hongër supe, salata, si gjatë të lutës, edhe ajo ma frejke aty unë ushqesha dhe delsha me njëherë jashtë. Njësë më shkajshë në atë kohë, ma qitë ke ushqimin, delsha. Po, dhe nuk i harraj ato të mira. O s'jel ke mirë me mua ja. Dhe aj burri saj nuk vik kur më shëqeu. Hinë një është të kisi të shpiton. Aq ka qenë besimi. Po, familja juj, gjatë asaj kohë? Une, pas ta im kënë këthyje që ta shtërgu edhe për familje. Prej aty dhe për sëri jë marrë. Në buqan disa dit, vazhdojsha lutën, dhe në maznika të u ktheva, vazhdojke luta për sëri. U ktheva për rëhotit. Familja ime, unë nuk kisha i martu ma dhe fare. Nuk kisha prind, i vetëm isha. Ke qenë vetëm? Po. Qysh erdhe deri te përfundimi i luftës? Përfundimi i luftës erdhe, isha në maznikur përfundimi i luftës. Para përfundimit luftës, për qëllë sa këta që ishin plagosni për Shqipëri, aty shkaj Abdil më shkollaj, i që disa plagosën, me ushtarët vetë me gardë, ishin shumë përgaditën moralin e mirë, ishin 3, aty kishin ranë e pritë, kishin hupë shumë luftëtarë, dhe ata plagosni që ishin ranë pritë, kishin mytë, edhe plagosni edhe këta që kishin shoqëru, ishin mytë shumë vetë aty ushtarë. Edhe vetë komandanti Abdili ishte plagos aty. Më nëzik ishin shpetuar, edhe për erdhe një shinar, shkova në i vizitova në maznik vreta, lëndum, plagosën. Laj ngjyra kishin marrë pëtyrë, pa u sforcun se morali fort. Dhe Abdili përsëri e vazhdoj ke luftën me gardën e vetë. Kishë momente të prekshme. A e keni prit lirin në të ditë? Me mendje të thëshim po, për beso unë e kishë rast që thësha është në bramja do të më qenë me nxesi gjallë.
kur ish me ngjes ta isha do të bim mbrëmje që do të përjetoj gjallë. Do me thonë ka qenë sot për nesër, sot Po, për sot. momente, ka pas gjujtje të maja, momente, jo, mas paradike matralla, por çdo herë përgatitja ka qenë nivel. Vullneti i shkëlqyshëm. Edhe krejta vullnete kemi marrë prej komandantit Zotit Remushit. As njëherë vetëm, as njërë individuali, as kërën konë 5 vetë të liftue, kërë duhet me qenë Remush, aty se e kanë lajmëru komandantin, a i ka qenë me ta. Ku do qo? Ka qenë me ju pri, jo me dhonë urdhër. Gjitha Ka qenë me ju pri. Ai ka qenë me të vërtet ma shumë si komandant. Qysh po e sheh? Ai ka qenë njëri i paqes, njëri që dajke luftetarin, çlirimtarin, ka pas respektin tipare tamam komandantit të shkëlqyshme. Komandanti vazhdon të jetë i respektuar edhe sot Normal. dhe do të jetë përjetësisht për gjithë luftën. Ai Normal. dhe vëllezrit Haradinaj gjithë me radhë. Po çysh po e shihni Kosovën sot? A është realizu ajo ëndra e ushtarit që ka humbë shumë? Ai realizuar për çka kanë filluar arrit qëllimi, ballë që shijojnë brezat lirin, çlirimin, çfarë lirin, paqen, por ata që kanë kontribuar ata janë dëshmor me të vërtetë që meritat janë të tyre. Apo liria vlerësohet? fitu me gjak. Apo vlerësohet, apo respektohet sakrifica e kaq shumë njerëzve Duhet të nga brezat e respektohet ma sotëm? shumë. Duhet pak Qa ma kum shumë. pa une, që Po. këto më prekin, pra ta më dalin ljotë, se unë kum pa sërasi, kum pa, kur beke prella në afërsia, kum pa që jetë ke që aty, shkaj ke gjaku, si ujtë, dhe duke më jaqit i qepe, ndalëshin brasje, mytje, plagosje, bartje, nuk kurseshin ushtarët luftetarët, edhe si ishin kushte rastarët përse s'kishim as ushqim, me ditë të tëra, dhe nuk më poshtë, kishin vullnet edhe ma shumë. Çfarë gjendje janë sot veteranët e UÇK-s? Haj, veteranët tash, ata s'kan luftu për para, por çdo shtet kur mbaran lufta dhe ki qlerimin, lirin paqin në gëzofshin gjitha brezat, duhet mi pas kushtet më të mira. Po. Jo që po thamune, pa ata duhet vetë zyrtarët me ditë. Nuk lypi për stepri, nuk thamë me ju e për stepri, diçka, po më ju siguru, ma shumë tolla, më ju siguru disa beneficione më të mira. Më ju e besa dhe place kanë halal për, më jave ak pa i shtepia, po ka i banes që shpedim me boton ato. Më javë, bo kushtet pak më të mira, mu mësë mi bojnë heq. Kur i shanë shpirlipi, për t'ja bojnë tjerë. Atyre që i ka nevoj, realisht. Po, që ka nevoj. Unë shpirlipi kur zho. Po ndoke vetja që jem pastorniki maj madhe në Kosovë. Edhe kështu si që jam. Kur po e sheh brezin e ri sot që ndoshta luftën e kanë dëgju veç prej rrëfimeve, a e kanë lexu. Qa është një mesazh që kishe dashur me ia dhënë? Mesazh me ditë ata sukurune, që shë di, që vetëm një rast për ja të regoj ata që bishin armatim ne që në bishin. Pa armatim marë për Shqipëria, ku në konë sakrificë madhe, ndi njëri. E më ardhin nga kun, e më rruj që mësë më ranë prita, mësë më vrau, gjatë rrugës, sa të lufti gjatë ka. Kur vishin besa, kur i dashin qerapat, si kum pa unë në ratish, i kum harru të në të mija që musë më ka ndodhë 100% asë kur par lodhe, kur par humbje, kur ka fshisha unë aty në kom për gjafni, me vreda, tajne, më preke. Nuk më isha më javë kësirë kom qaqë më preke mbi ke gjuna. Pa hinë të vrasit e të myqës që ndalëshin. Po flet veç për personat që kanë sjell armatimin. Po. Aq kanë kalu, domethënë gjendje. Më javë fa kont, mësë më mujtë më javë kësirë. Rrugë lartë, nga këpesh. Ka rasin në ashta duhet me përshu si në ranë prita. Kanë ushqimi, komt, që ka zë pome? Skuqne, vreda, prej të hesni, prej peshëron. Me ta është gjëna me javë kësirë komt. Une më dhe këvetja si
jam t'i bo se fa, kur i këqysh ata. Dhe tash, ishe gjëra këta të rritë, gëzofshin lirin e pasin, inshallah bon kuadrët e mira. Dhe Kosova ngritet me standardet evropiane botnore, e rritin ekonominë, që mos ta harrojnë se me të vërtet kanë sakrifiku shumë ushtria qëllimtare Kosovës. Ka hap maksimumin, kanë arrit të ta kalojnë maksimumin për çlirin për lirin për paqen që gëzojnë sot, që mos të harrohet. Por edhe mos ti anash kalojnë. Unë po të falenderoj shumë për këtë rrëfim, se na emocionove edhe neve këto. Ju falenderoj Shumë të edhe juve. vlefshëm, realisht. Po të falenderojmë edhe për luftën, edhe për Faleminderit. gjithçka që e keni bo. Juve dhe gjithë shokët e juj. Faleminderit.